Mirëdita të gjithëve. Jeta e njeriut në një familje, pra e një fëmije, është si këto lulet që shihni këtu. Dhe tani po ju tregoj se çfarë kuptimi kanë këto lulet këtu pas meje dhe pse e bëra krahasimin me lulet. Nëse i dëgjoni këta zoq tani, kam dalë në natyrë sot si ditë e diel, kështu që ju uroj dhe juve një diel të këndshme, dëgjojeni. Qetësi dhe gjë fantastike kur del të dielave, dhe dëgjon cicirimat e zogjve, pranvera po vjen, lulet kanë filluar po çelin, dhe unë doja t'ju flisja për këtë sepse dje po diskutoni me disa shok. Dhe teksa po ecnim duke pirë një kafe bashk, ishte pasdite. Unë zakonisht nuk pi kafe, në fakt i thash do marr diçka tjetër, thash po nuk piva kafe. Dhe kaloi e bija e tij së bashku me shoqen e saj. Dhe ai i bërtiti. Dhe fjalën që i tha ishte je budallaqe. Nuk i thash gjë në sy të fëmijës. Unë nuk jam askushi që të sugjeroj, absolutisht jo. Por mbeta keq. Dhe kur ai më pyeti, pasi ulëm, sepse zakonisht ai e di, sepse na ndjek, është këtu, është italian, por na ndjek, është gjithmonë këtu me ne. Më ndiqni me kujdes, si gjithmonë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende bëjini like faqes dhe videos, të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Dhe po thoshja, shpeshherë ai dëgjon këto video edhe i bën me translator në YouTube. Dhe më tha, të pashta që kështu tha, po këta fëmijët e sotëm tha nuk të dëgjojnë. I thashun, po ti si ke qenë kur ishe i ri? Po thash, s'kemi qenë si këta, tha ishte ndryshe. Si ke qenë, thash, ti e dëgjoje babajnë dhe nënën? Po ne tha ishim dhe të lastuar, tha që ishim ne, tha këta duhet jenë më të mirë. Po kush të tha ty që këta nuk qenë nga të mirë dhe do t'i rregullosh ti? Dhe i bëra krahasimin e këtyre luleve. Tani do t'ja u tregoj dhe juve. E kam treguar një herë, por doja që ta nënvizoja këtë sepse është tepër thelbësore. Aty nga vitet 70, një Jose Martinez nga Meksika kishte bërë diçka që revolucionoi botën biologjike, shkencën, gjithë shkencën, një fshatar i thjesht. Dhe dini se çfarë bëri? Bëri vërtet një revolucion të botës së biologjisë. Jose shkonte çdo ditë sepse ai ishte rritur me këtë frym. Ishte rritur pse këtu doja të dilje. Ishte rritur me këtë frym me familjen e tij, që prindrit i thoshin atë që mbjell korr. Pra i flisnin me dashuri, i thoshin që çdo gjë është e bukur dhe ai u rrit me këtë frym. Dhe të njëjtën gjë bënte edhe me lulet. Tani doja t'ju pyesja juve, atë që bënte Martinez. Shiko çfarë bën Martinez. U fliste luleve, u çonte muzikë dhe u tregonte prralla. Është ngjarje e vërtet, është shkencore, sepse aty nga vitet, në fund të viteve 90, filluan që ta studionin shkencëtarë që shkuan edhe nga Amerika. Ky është meksikan, sepse është ende gjallë, mos gaboj, është 90 sa vjeç. Dhe nuk kuptonin se si ishte mundur që rriteshin këto, si thuen, këto vegetables, rriteshin shumë të mëdha. Me një fjalë kokë lakre, misra, çdo gjë rriteshin shumë të larta. Ai nuk mbjellte shumë. Në fakt, sot e kësaj dite ai nuk mbjell shumë. Po mbjell shumë, sa bukur. Nuk mbjell shumë, mbjell pak. Dhe ato që mbjell ai u flet bimëve, u flet ushqimoreve, u flet barishtoreve, u flet sa të bukura jeni, sa të ëmbla jeni, unë ju dua fort. Dhe pastaj u vë muzikë, u tregon prralla, ulet mes tyre dhe u tregon prralla. Dhe shkencëtarët nuk e kuptonin, thoshin që kjo ishte një fake, kishte diçka që nuk shkonte, kishte diçka që ai bënte sipas tyre. Kur shkuan që studionin, s'kishte asgjë. Ata studion në mënyrë shkencore dhe kuptuan që fjala e mirë rrit ndryshe ato barishtoret, rrit ndryshe bimët dhe pemët. Dhe ky ishte një nga gjërat më të mëdha në botën biologjike që u zbulua në ato vite. Dhe shumë pak flitet për këtë, dhe dini pse? Askush nuk ja u tregon. Nuk mund t'i tregoj askush që ju, duke i folur mirë vetvetes apo njerëzve dhe vetvetes, duke i folur mirë, ju ndryshoni jetën tuaj. E ndryshoni për mirë, jo për keq. Normal që ti nëse do t'i flasësh keq jetë vetvetes dhe fëmijëve, dhe ai do rritet keq. Pra pse e thash këtë? Dhe pse po e diskutoj? Sepse dje, duke folur me këtë shok, i thash, ja tregova historinë e këtij Jose Martinez, dhe ju mbushën syt me lot.
tha, po unë tha, nuk e bëra me qëllim, tha, ti di shumë, i thash, nuk ta them se di shumë, i thash. Fëmijë, thash unë, ti në qoftë se do t'i thuash, thash unë, që është budall, ose është budallaqe vajza jote, ajo do t'i ngulitet në mendje që është budallaqe dhe s'ka për të bërë gjë në jetën e saj, sepse do të pres gjithmonë dikë që do t'i thotë që ti nuk di ta bësh këtë. Kurse kur ti je lë të lirë dhe i thua ti je fort, ti je bukur, je mirë, ti bën çdo gjë, nxirre atë që ke brenda, pra forcën që ti ke, ajo do ta nxjerr sepse ti e ke kultivuar që kur ka qenë e vogël. Mirë, po kur ti ja thyeve këtë, sepse ajo që kur është e vogël, tani që është e vogël, ti ja thyeve. Ti bëre diçka që e coptove mendimin e saj, e coptove dëshirën e saj për të bërë diçka. Pra, nga ky moment ajo thyet dhe nuk ka për ta gjetur më kurrë veten. Pra, çdo gjë është si puna e këtyre luleve. Nëse ti lulet do ju pyes juve, për shembull, gratë zakonisht kam lexuar që shpesh janë gratë që flasin me lulet e shtëpisë. Kujt nga ju i ka ndodhur? Për shembull, ju gra, a flisni me pemët apo bimët apo ndoshta lulet e shtëpisë? Unë njoh një që e kemi pranë shtëpisë. Flet për ditë me lulet. I va ditë pret dhe ka një balkon plot me lulet bukura. Dimër, verë, 4 stin, tër vitin. Pikërisht pra sepse bimët, lulet e kuptojnë që ti i do. Sepse çdo gjë është frekuencë. Kush nga ju e ka parë kohët e fundit që ka disa njerëz që kanë shpikur disa mekanizma që i vendos tek lulet ose tek pemët. E keni vënë dhe prodhon muzikë. E keni parë atë? Pra, duke marrë këto është një tip tester i vogël me disa kapse të vogla që transmetojnë frekuencat, i vë tek lulet, tek gjethet apo tek bimët, ku të doni ju. Dhe kur i vë tek veshi, ndjen muzikën tingujt që lëshon, që emeton bima ose lulja. E dini këtë apo jo? Është shpikur kohët e fundit. Pse po e them këtë? Sepse kjo vërteton në mënyrë shkencore që çdo gjë është frekuencë. Mirë po, duke qenë frekuencë në vitin 1990, në vitin 2011, u bë një zbulim madhështor në San Pietroburg. Një biolog shumë i famshëm, Pietr, diçka e tillë, bëri një zbulim madhështor që ai me anë të frekuencave modifikoi ADN-n. Është vërtet kjo. Kjo është shkencore, por flasin shumë pak sepse askush nuk duhet ta di. Pra, kush zotëron, ata që zotërojnë, nuk duan që ti t'jesh më shumë, sepse si do të kontrollojnë, nuk kanë mënyrë që të kontrollojnë, kështu që duhet që se s'bën që ti t'jesh më pak se ta. Dhe ti në qoftë se ti ndryshon veten tënde, do ndryshosh edhe brezat. Dhe duke ndryshuar brezat, do jesh ai që do mendosh. Ti nuk duhet të mendosh. Duhet të qëndrosh gjithmonë aty, sklav. Pra, mendimi, sepse siç tha Cartesio, e keni para të frazën që përdorun shpesh, cogito ergo sum. Pra, unë jam dhe duhet të mendoj. Nëse unë jam, atëherë po mendoj me mendjen time, nuk kam pse të ma thot dikush tjetër. Pra, që të më sugjeroj se çfarë duhet bëj. Normal që duhet studioj të gjitha gjërat, por do ta them me mendjen time. Dhe kjo është tepër e rëndësishme. Pra, kur flisni me një fëmijë, të mbani mend vetëm këto. E përsëris, nuk di asgjë, por janë vetëm ato që kam studiuar që janë duke i bërë diskutime të përbashkëta padyshim mësojnë. Dhe ti kur flet me një fëmijë, me fëmijën tënd, i ndryshove jetën. Nga ai moment kur jeton me ty fëmia, që kur lind derisa bëhet i madh, ti i ke ndryshuar jetën atij fëmie. Pra ai do bëj eksaktësisht ashtu siç dhe ty, parafërsisht. Kështu që nëse do të ishte e rëndësishme, secili duhet të nxjerr maksimumin në vetvete, të paktën për fëmijët. Pra duhet të bëj diçka për fëmijët, që t'u tregoj fëmijëve që jo vetëm është më i mirë, por të zgjedh fëmia rrugën më të mirë. Kështu që i ndaj për herë unë jo vetëm fëmijëve të mi, por edhe të tjerëve, për çdo gjë nuk i them ti je budall, ti je, më përpara ndoshta edhe po. Sepse nuk i dija këto. Por sot jam plotësisht i bindur, 100% që
është mirë që ti kultivosh fëmijët me mendime pozitive dhe që janë të aftë për të bërë çdo gjë dhe për të qenë maksimumi, më shumë se ne ose dhe se vetvetja. Pra është tepër e rëndësishme, është thelbësore që një fëmijë duhet të nxjerrë maksimumin. Dhe ai maksimumin e nxjerr vetëm duke e kultivuar ti mendimin e tij pozitiv. Normal që ka disa nga këta që i kultivon mendimin negativ, por të mbani mend që prindrit janë shtylla e fëmijës se si do rritet ai, pra në të ardhmen. Kështu që nëse do thoni fjalën e mirë, do rritet si ato lulet që rrisin disa gra të familjeve tona, disa nëna, disa motra, që duke u folur me dashamirësi, luleve rriten të bukura. Ashtu siç bënte edhe Jose Martinez. Dhe si bën, që duke u folur mirë, duke u vendosur këngë dhe duke u treguar pralla, ato rriten gjigande. Bile do t'ju them, është një koklakre, është e njohur kjo sepse kanë bërë teste, një koklakre mund të peshojë edhe 45 kg. Nuk e di më kuptoni apo jo. Një koklakre, 45 kg, sepse ai u flet për ditë. E gjeni, Jose Martinez është njeriu që u flet pemëve ose bimëve, pra vegetables, si quhen. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Është e vërtet apo jo? Të mbani mend, si gjithmonë thash, çdo gjë është frekuencë. Ne duhet nxjerrim maksimumin. Pres komentet tuaja, ju përqafoj. Ditë mbara.